gjitha çështjet që ju ngritët. Në lidhje me çështjen e parë, ju lutem zoti Berisha, ju lutem do më lejoni që të vazhdoj punën time dhe edhe një herë po ju rikujtoj që nuk ka replik mi replik. Ju lutem, nuk kemi pse ta prishim seancën. Tani zoti Himçi, ju lutem, zoti Himçi, ju dëgjua me vëmendje? Tani do më dëgjoni për ankesat që kishit, ankesa e parë. Ju të rreq vëmendjen, uluni në vend. Ju të rreq vëmendjen, uluni në vend. Për sot keni vërejtje në bazë të nenit 64. Uluni në vend. Uluni në vend. Uluni në vend. Zoti Himçi, do prisni përgjigjen, ju lutem. Përgjigjen për ato çfarë ngritët për të treja pikët. Atëherë, në lidhje me pikën e parë, në bazë të ligjit organik të Këshillit të Ministrave dhe bazuar në një praktikë të konsoliduar të Parlamentit Shqiptar, mund të delegohet, ministri ja dërgon ministrit për marrëdhënien me Parlamentin. Kjo është praktika e konsoliduar e Parlamentit Shqiptar. Në lidhje me ankesën që ju keni, i nderuar deputet, në bazë të rregullores, ju lutem, ju kam të rreq vëmendjen, uluni në vend. Ju lutem, uluni zotri deputet, uluni dhe mos fyeni, sepse do të kaloj në shkallën tjetër të tërheqjes vëmendjes. Uluni në vend, ju lutem. Zoti Himçi përsëri me ju, në bazë të rregullores, po ju rikujtoj rregulloren, nuk ka replik mi replik. Megjithatë, uluni që të mbajmë qetësi. A ka mundësi të uleni në vend që mos ta prishim seancën plenare? Atëherë, uluni në vend. Uluni në vend. Ulu në vend. Pesë minuta pushim.